Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër gjetën në territorin e njësisë administrative Shalë dhe Shosh dhe asgjësuan 1792 bimë të dyshuara narkotike. Në vijim të veprimeve për këto raste, u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për inxhinierin e pyjeve, shtetasin AM për shpërdorim detyre dhe moskallëzim i krimi, rojen e zonave të mbrojtura, shtetasin LA për shpërdorim detyre, kryeplakun e fshatit Lotaj, shtetasin LM për shpërdorim detyre, kryeplakun e fshatit Abat, shtetasin MM për shpërdorim detyre. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe gjetën në territorin e njësive administrative Shkrel dhe Kastrat dhe asgjësuan 824 bimë të dyshuara narkotike. Shërbimet e stacionit të policisë Fusharës gjetën në territorin e njësisë administrative Qafmal dhe asgjësuan 320 bimë të dyshuara narkotike. Ndërkohë vijnë puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të këtyre rasteve të kultivimit.